Dhe për publikun lidhur me situatën e krijuar për investimin e zonës së Zvërnecit. Dhe dua ta nis me një mesazh të drejtë për drejtë për të gjithë ata që janë revoltuar dhe janë rreshtuar edhe kundër meje personalisht, pasi pan aktin e neveritshëm të tërheqjes zvarr të njërit prej protestuesve në Zvërnec. Ju kam dëgjuar, ju kam lexuar dhe ju kuptoj shumë mirë. Madje ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Sepse do të ndukej e tmerrshme që disa roje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim, pas një gardi me tela me gjëmba, të ulërinin si kafsh dhe të merrnin nga jashtë brenda një njeri në të drejtën e vet, ta tërhiqin zvarr në për plazhin e rrethuar, e pastaj policia të thoshte që i zvarritur ju fut vetë në pronën private dhe në këtë mënyrë ta relativizonte dhunën, ndërkohë që duhet t'i kishte arrestuar aty në vend ata që e morën zvarr protestuesin. Ju mirë kuptoj dhe mbase duke pasur parasysh se çfarë kam bërë kur isha në anën tjetër të barikadës, do kisha bërë dhe më keq se ju. Po të më thoshin se ajo tokë është e shtetit dhe se shteti po ja fal të huajve. Madje kam vënë re se është përhapur gjithandej me shumë helm nga pas edhe legjenda se shteti po ja fal edhe tokë Izraelit për të sjellë palestinezët në Zvërnec. Po të më thoshin se aty janë futur ca rus që në bashkëpunim me oligarkët shqiptar po rrafshojnë zonën e mbrojtur dhe do ndërtojnë pallate. Po të më thoshin se ajo ishte zonë e mbrojtur dhe qeveria e hoqi nga mbrojtja për ta falur tek të huajt, që do vinë për të shkatruar biodiversitetin e zonës. Po të më thoshin se në vend të flamingove dhe të breshkave të ujit, aty do pastrohen parat e zeza të mafjas ndërkombëtare. Dhe të tjera nga ato që ju kanë thënë, që pastaj i keni thënë duke i shpërndar dhe janë shkruar duke ngritur një dallg zëmrimi dhe i duke bërë thirrje për të mbrojtur atë dheun në rrezik. Dhe pikërisht sepse unë e kuptoj shumë mirë të tërë këtë dhe e kuptoj shumë mirë dhe zëmrimin tuaj, kam 2 ditë që e pyes veten dhe po flas shumë hapur. A duhet vërtet t'ua tregoj unë tani një nga një anën tjetër kësaj medalje me probabilitetin shumë të lartë që ju të mos besoni dhe të vazhdoni të më ngrini mua tradhtar dhe të më ulni të korruptuar dhe të shitur sa tek të huajt e sa tek oligarkët? Apo mos vao duhet të them më falni, gabuam, nuk e gjykuam mirë këtë punë, projekti do anullohet
dhe ju të shqetësoheni, të shijoni fitoren, e një kauze që e parë nga ana juaj e medaljes është vërtet fisnike. Dhe të mendoni pastaj se vërtet e mbrojtët Shqipërinë nga një e keqe e madhe, ndërsa unë, pasi ta bëj këtë, të vazhdoj të rrinë karrige, të shty kohën e pushtetit, me shihen e hidhur një humbje të madhe për Shqipërinë, për ju, për fëmijët e sotëm të Shqipërisë, që do të jenë përfituesit nesër të këtij investimi dhe të investimeve të tjera të kësaj natyre. Po pse duhet ta bëjmë këtë? Për pushtetin, për karrigen, apo për baltën, që e marr në fytyrë dhe që më vjen për ditë mbi të gjallë dhe të vdekurit e shtëpisë time prej vitesh. Nga turi lloj kundërshtarësh politik e mediatik, të cilët i kam duruar dhe i duroj pikërisht sepse këtë mision e mbaj ende përsipër edhe në emër të shumë kujt nga ju, që më ka besuar votën dhe sot i është bashkuar zëmëratës në rrjetet sociale, duke më treguar me gisht mua si prursin e një fatkeqësie të madhe kombëtare. Çam duhet mua karriga, pushteti, nëse unë duhet heq dorë nga vizioni që kam ndarë me ju gjithë këto vite. Gjithë këto vite duke nisur nga Shqipëria e 2 milion turistëve ku edhe paraardhësi im numëroi si turist sa herë hynte e dilte nga vendi për shërbime. Heq dorë nga ambicia për ta bërë Shqipërinë një vend që mos ketë zili askënd. Për çam duhet pushteti dhe karriga? Që të qetësoheni ju. Dhe që pastaj nesër të vazhdoni jetën tuaj normalisht siç është e natyrshme, dhe pas nesër në vend të atij investimi të jashtëzakonshëm që përgatitet atje, të bëhet coptimi i radhës, golemi i radhës, se ju do rroni më shumë se unë dhe do shikoni se aftësia dhe kurajoja për ta rikthyer Shqipërinë te golemi është e gjallë dhe e gatshme, po t'i bjerë prapë në dorë Shqipëria. Të heq dorë nga vizioni dhe nga ambicia për ta bërë Shqipërinë një vend që nuk ka frikë të hyjë në ligën e kampionëve të turizmit global. Dhe të rri këtu në karrige dhe në pushtet, duke bërë sikur udhëheq një vend që trembet nga sfidat e mëdha të investimeve të kësaj lige. Një vend që nuk ka frikë të përballet me rritjen e vet. Nuk është më Shqipëria ku nuk afrohej asnjë investitor, është Shqipëria ku të gjithë investitorët duan të vinë. Është Shqipëria 12 milion turistëve. Është Shqipëria që unë e kam ndarë me ju kohë më parë. Duhet hyj tani në elitën e turizmit global me investime të cilat sjellin konsumator të nivelit lartë që i lën parat këtu.
një vend që nuk ka frikë nga një projekt i jashtëzakonshëm si ky, ku partnerët të jashtëzakonshëm janë përbashkë për të investuar 4 miliard euro. Jo si ndërtues, që ndërtojnë, shesin dhe ikin, si ata që kanë ndërtuar edhe pallate në Tiranë dhe pastaj ja kanë lënë banorëve që s'marrin dot hipotekën. Po si pronar të terrenit, të cilin e kanë bler me para, të mbikëqyrura në mënyrë strikte nga agjencia jonë kundër pastrimit të parave dhe nga partnerët ndërkombëtar që bashkëpunojnë me atë agjenci. 1 për 1, euro për euro, me bankë. Dhe jo nga Izraeli, që mund të ishte fare mirë dhe Izraeli, po nga Katari, që nuk besoj se mund të konsiderohet nga ata që i thonë vetes musliman, por vetëm musliman nuk janë, vetëm Allah dhe Kur'an nuk kanë, sepse bëjmë përdit krimin e ndaluar nga Kur'ani për të helmuar njerëzit me shpifje. Po si mund t'jem unë njerë kundër jush dhe kundër vetes? Dhe si mund t'jen gazetat e Greqis aleatët tuaj në mbrojtjen e mjedisit Shqipërisë? Pyeteni veten, si ndodh kjo? Gazetat greke që janë mbushur sot gjitha me kauzën tuaj. Ka diçka këtu që nuk shkon? Apo u gjet tradhtari, u gjet shitësja dheut, u gjet i korruptuari dhe ai është kryeministri juaj. Thënë këto dhe ndjes nëse jam shumë i drejt për drejt dhe mbase edhe emocional, por kjo është ndjesia ime. Se për mua këto janë ditë shumë të habitshme. Janë ditë të habitshme që për herë të parë më kam bërë të mendoj edhe që t'ju përulem thellë për ndejën e madh që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjes për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duart që do zgjidhni vetë pastaj për të mbrojtur Shqipërinë nga të huajt. Por kam zgjedhur të bëj atë që kam bërë gjithmonë. T'ju udhëheq drejt asaj Shqipërie që e dua po aq sa ju dhe e dua po ashtu siç e doni ju. Dhe t'ju udhëheq për ta përmbyllur këtë që kemi nisur bashkarisht, fal votës tuaj, me cilën ja kemi ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është, me cilën i kemi dhënë vlerën që ka flamurit ton në sytë të huajve, dhe me të cilën unë dua ta bëjmë Shqipërinë vendin që të ketë destinacionin më për të pasur zili në mesdheun e sotëm. Dhe ky projekt është pjesë e kësaj përpjekje. Tani, zgjodha që t'ju tregoj anën tjetër të medaljes, edhe me rrezikun që të mos besoni, dhe po aq hapur dhe sinqerisht sa që thash, çfarë ju thash deri tani. Vllazërisht, kur un kam hyrë në atë zyrë, kam thënë që zyra është e imja, pushteti është juaj. Dhe nuk kam premtuar që s'do bëj gabime,
As që nuk do bëjmë gabime, po kam premtuar vetëm një gjë, që nuk do ju tradhtoj kurrë. Nuk është vendi këtu për t'ja u shpjeguar gjitha arsyet e këtij premtimi. Po këtu është vendi tani për t'ju treguar se si ju kanë manipuluar, se si ju kanë tërhequr, duke shfrytzuar pikërisht adetarin, dëshirën për të pasur një vend të bukur, një vend të pastër, një mjedis të mbrojtur, një vend sovran e tjerë, dhe si ju kanë kthyer në pjesë të një kurthi që i ngrihet kësaj partie dhe mua personalisht prej ditës parë, por që këtu në këtë rast është një kurth për të ardhmen e Shqipërisë. Unë shtu e shoh. Dhe dua ta ndaj me ju që kam menduar këto ditë edhe për një film. Një film që na identifikoi ne përpara botës, kur bota na dinte njerëz me bisht, dhe jo në vitet para erës sonë, po në vitet e demokracisë. Na dini njerëz me bisht, dhe u bën të njohur ne, shqiptarët dhe Shqipëria, përmes filmit Walk the Dog. Rekrutohet një producent i famshëm i Hollywoodit, i luajtur nga Dustin Hoffman, dhe bashkë me regjisorin Robert De Niro, fabrikoi një luftë. Një luftë të trilluar të Amerikës me Shqipërinë. Si e fabrikojnë? Përmes mediave. Duke përdorur teknika hollywoodiane, pamje të rreme lajmesh, si ajo fotografia e shpërndar gjithandej e atij gardit të mallkuar me tela me gjëmba, me atë sinjalistikën këtu është kufiri midis Izraelit dhe Shqipërisë, për shembull. Këngë patriotike, si plot nga këngët që shoqërojnë videot përkatëse. Heronjtë sajuar dhe ngjarjet organizuara me shumë kujdes, dhe krijoi një krizë të madhe, pushton titujt kryesor të mediave dhe zhvendos komplet vëmendjen e publikut, që përfshihet totalisht emocionalisht në luftë me Shqipërinë. Dhe bëhet i gjithi i bashkuar për të shpëtuar një ushtar amerikan që ka mbetur në vijat ku janë armiqtë, domethënë ku janë shqiptarët, ushtria shqiptare që po lufton me ushtrinë amerikane. Dhe konflikti i fabrikuar e kthen opinionin publik komplet aty ku donin manipulatorët. Është film. Më është kujtuar këto ditë. Dhe këto nuk janë gjëra që ndodhin më në filma, fal rrjeteve sociale, këto ndodhin në shumë vende të botës. Tani, të kalojmë nga filmi në realitet dhe në realitetin e kësaj anet medaljes, për t'ju thënë se në cilat pika ndryshon komplet ngjarja, historia dhe pamja e këtij investimi. Projekti ka nisur si interesim nga ana e investitorëve në vitin 2023. Pra 3 vjet përpara. Dhe ka nisur si një interesim bashkë me Sazanin. Dhe qëndrimi ynë qysh në ditën e parë ka qenë Sazani është tokë publike,
ka qenë një dëshirë dhe një ambicje e kahershme edhe e qeverive të tjera dhe e kryeministrave të tjerë për ta kthyer në destinacion turistik. Ne jemi të gatshëm që të punojmë me ju dhe keni parasysh që ajo tokë nuk shitet. Dhe ne duam që shteti shqiptar të jetë palë, ortak, shteti shqiptar. Qeveria e kryeministrit tuaj, që e keni votuar dhe që sot, duke ju bashkuar zemëratës, e konsideroni shitës dhe të korruptuar. Shitësit dhe të korruptuarit bënin Shqipëri një euro dhe merrnin pjesën. Nuk i jepnin shtetit pjesën. Po kjo është histori. Ndërsa, kemi thënë, për projektin e Zvërnecit duhet të shikoni pronat dhe pronarët, pasi ne nuk kemi tokë shtet aty. Dhe copza që mund të jenë shtet janë krejtësisht papërfillshme për ambicien tuaj. Kështu që merruni me pronarët. Ky është fillimi 2023. Ju e dini shumë mirë se kush janë njerëz të interesuar, se e di gjithë bota. Dhe këtu duhet ju them diçka. Bota e mbar flet për këtë projekt për shkak të njeriut që e ka promovuar projektin, Xharet Kushnerit. Por bota ka hesape për të larë dhe ka luftrat e veta për të bërë. Prandaj edhe projekti ka pasur qysh sa po ka dalë fjala interesimin e gjithë mediave amerikane dhe europiane. Por me agent, jo për të informuar popullin e tyre se sa shumë po zhvillohet Shqipëria, po për të gjetur gjilpëra në kashtë. Dhe prandaj, investitorët kanë angazhuar ekselencën botërore në arkitektur, në inxhinieri, në mjedis dhe në aspektin juridik. Ndërkohë që ne, do t'ja u tregoj hapat, administrata shqiptare kemi mbrojtur interesin tuaj. Interesin tim që është dhe juaj, interesin e vendit, dhe kemi bërë detyrën jo thjesht procedurialisht, por profesionalisht dhe patriotikisht. Kam parë imazhe të projektit, kam parë pallate. Ku i keni gjetur? Ku i keni gjetur? Ato nuk kanë lidhje me projektin. Projekti i vjetër, do t'ju informoj, është rrëzuar. Dhe është rrëzuar nga administrata shqiptare. Dhe ju është kthyer mbrapsh. Dhe ju është thënë ndjes, po ne kemi kërkesa të larta dhe duam standarde shumë të larta. Jo se ishte i keq, po ne doni më shumë. Dhe doni më shumë për ju, jo për vete. Për vete si për ju. Toka është e regjistruar në hipotekë prej shumë vitesh. Dhe negociatat me pronarët, transakcion me pronarët, janë një çështje mes palëve në cilën ne as nuk kemi hyrë, as nuk ka qenë nevoja të hymë dhe as nuk kemi pas asnjë interes të hymë. Ne jemi të fokusuar tek Sazani, për të cilin akoma nuk kanë përfunduar negociatat, miqtë e mi.
Dhe dini pse s'kan përfunduar negociatat. Se ne duam pjesën e shtetit shqiptar dhe negociohet. Rrethimi i pronës është bërë bazuar tek leja e zhvillimit. Do t'ju them më pas që është dhënë leja e zhvillimit, të cila nuk është leje e ndërtimit. Por rrethimi i pronës është një drejtë e çdo pronari kur merr lejen e zhvillimit. Nga ana tjetër, a ka pretendime për pronësi mbi atë territor? Për herë të parë dje dëgjova që aty pas ka një popullsi homogjene greke, këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, ndoshta nga që jam ignorant dhe nuk i di shumë gjëra. U mahnita nga deklarata e ministrisë jashtme të Greqisë, sepse ishte një akt dhune pa diskutim, por nuk ishte një akt dhune shtetërore, siç për shembull ndodh me shqiptarët në burgjet e Greqisë. Ose siç ka ndodhur më parë me shqiptarë edhe në rrugët e Greqisë. Ishte një akt dhune nga një roje, grup rojesh private. Dhe që të ngrihet shteti në këmbë dhe të nënvizoj etnin e protestuesit. Kjo është diçka që sipas meje nuk i shërben marrëdhënieve tona, që janë përsëri në ditët e tyre më të mira. Por këtë e futa këtu për të thënë diçka tjetër, që pretendimet janë legjitime, por ato zgjidhen në gjykata, sepse ndërkohë titujt e pronësisë janë baza e çdo veprimtarie dhe jo pretendimet. Siç ndodhi dhe atje lart në Baksuriol, ku toka ishte e blerë nga pronarët atje që kishin letrat. Disa të tjerë ishin pretendent, por nuk mund të zhvillohet dot vendi nëse mbetet pezull mbi titujt e pronësisë dhe mbi pretendimet. Pas gjithë katrahurës që ne kemi trashëguar për fat keq. Ndërsa e drejta për të protestuar është një drejtë që nuk mund të vihet në diskutim në asnjë mënyrë në këtë vend. Dhe është një drejtë cilën ne kemi mbrojtur qysh nga dita e parë, edhe me koston që të kemi në disa raste dëmtime serioze të forcave të policisë. Por sulmet politike mbi projektin nga forcat brendshme që predikojnë ose të kthehemi në komunizëm ose urrëtitjen ndaj shteteve tjera apo nga forcat jashtme nuk e duan këtë projekt. Nuk e duan, shumë e thjeshtë. Nuk e duan. Kjo është konkurrencë. Ne kemi hyrë tani në një territor shumë të ndryshëm nga që kemi qenë. Sepse ky projekt, së bashku me tjerë, po ky, siç e ka ngritur vëmendjen globale ndaj Shqipërisë, e ngre Shqipërinë në një nivel tjetër me realizimin e vet. Totalisht. Natyrisht që sjellja e kompanisë së sigurisë ishte e neveritshme dhe jo më pak e neveritshme ishte dhe sjellja e drejtuesve të policisë vendore.